Tregu australian i pasurive të paluajtshme po përballet me një ndryshim historik që mund të transformojnë mënyrën se si ndërtohet pasuria në vend. Qeveria australiane ka njoftuar se do të heqë disa nga lehtësitë kryesore fiskale për investorët të pronave në një përpjekje për të reduktuar pabarazitë ekonomike mes brezave dhe për të krijuar më shumë mundësi për blerësit e rinj. Ndryshimet përfshin eliminimin e zbritjes së taksës mbi fitimet kapitale nga korriku i vitit 2027, si dhe kufizimin e sistemit të njohur si negative gearing, që u lejonte investitorëve të kompensonin humbjet nga pronat me të ardhurat e tatueshme. Në Sydney, ankanët e pronave po tregojnë tashmë shenja ftohjeje. Pranë plazhit të famshëm Bondi Beach, një shtëpi 3 katëshe doli në ankant pa marrë asnjë ofertë, pavarësisht pranisë së blerësve të mundshëm. Sipas të dhënave të tregut, norma e shitjeve të suksesshme në ankande ka rënë nën 50% në nivel kombëtar, niveli më i ulët që nga periudha e pandemisë. Analistët vlerësojnë se çmimet e pronave mund të bien deri në 10% në vitet e ardhshme, ndërsa investitorët po rishikojnë strategjitë e tyre. Shumë prej tyre po zgjedhin të presin përpara se sa të bëjnë blerje të reja, duke argumentuar se është ende herët për të kuptuar ndikimin real të reformave. Për dekada me radhë, investimi në prona ka qenë një nga mënyrat kryesore për të krijuar pasuri në Australi. Tani, me ndryshimet e reja fiskale, vendi mund të jetë duke hyrë në një epokë të re, ku tregu i pasurive të paluajtshme nuk do të jetë më rruga e sigurt drejt pasurimit që ka qenë për brezat të tërë australianësh.